Përshëndetje miq. Të ndëgjojmë se siç matet a dhe dashuria. E shpjegon PDK-ja e Rëngjinosi e palon. Respekt, shkojmë me videon. Kontekst të fol për atë dashurinë e kombëtarizmit që po thoni më e shfaqur. Atë dashuria matët të mos vjedh jo me korrupsion, me aferën pranta. Me cilën ka dalë. Mos i përzin temat. Jes mi përzin temat. Atë dashuria me zhvillu arsimin, shëndetësinë. Edhe atu vim, edhe atu flasim. Vjedh nuk është atë dashuria. Edhe atu flasim. Shuj pe thumë vjedh. Mu po më thumë vjedh? PDK-s pi tham. Po PDK, po dale tash, të flasim me radhë. PDK-ja pra përfaqëson ish burgosit politik, ushtrinj qendror të Kosovës. Është e vërtetë. Po pra, përfaqëson. Është e vërtetë, ai dini ju votues kush janë? Është e vërtetë. Ta fjalën, rën, pas ta fjalën. Qasitën e Lutski edhe në LDK, edhe në AFO, edhe në në kontekst të fol për atë dashurinë e kombëtarizmit që po thoni më. Miq, më tregoni që le pat mirë. Aroni a PDK-ja? Ju përshëndes miq të dashur. PDK, që ne mëre sytë pak, dëgjoni mirë pak, o vllazillak, se këtë jem një, po mbi gjitha, respekt për gjithë.